Në një luftë ku nuk ka fitues, kryeministri izraeli duket se do të jetë humbësi më i madh, ndërsa hyn në një armpushim të brisht dhe të pasigurt me Iranin, shkruan gazeta britanike The Guardian për Benjamin Netanyahun, duke ndjekur reagimet brenda Izraelit pas armpushimit të shpallur nga SBA dhe Irani në orët e para të së mërkurës. Siç vëren gazeta britanike, vlerësimi i shërbimeve të inteligjencës amerikane se parashikimet izraelite për ndryshimin e regjimit dhe revolucionin në Iran ishin qesharake, rezultoi të ishte i saktë. Vlerësimi i Izraelit se lufta do të zgjaste në rastin më të mirë disa ditë dhe në rastin më të keq disa javë, rezultoi tragjikisht i gabuar. Gjithashtu vjet në pas se edhe 2 ditë para shpalljes së armpushimit, sipas kanalit 12 të Izraelit, Netanyahu po i bënte presion Donald Trump që të mos binte dakord. Nuk ka pasur kurrë një katastrofë të tillë politike në gjithë historinë tonë. Izraeli nuk ishte as afër tryezës së bisedimeve kur u morën vendime që kishin të bënin me thelbin e sigurisë sonë kombëtare. Ushtria bëri gjithçka që ju kërkua të bënte dhe publiku tregoi rezistencë të jashtëzakonshme, por Netanyahu dështoi politikisht, dështoi strategjikisht dhe nuk arriti asnjë nga qëllimet që i vuri vetes. Do duhen vite për të riparuar dëmin që shkaktoi për shkak të arrogancës, neglizhencës dhe mungesës së planifikimit strategjik, shkroi udhëheqësi i opozitës në Izrael, Yair Lapid në X. Kreu i Partisë Demokratike të Krahut të Majt, Yair Golan, e përsëriti këtë ndjenjë duke i quajtur armpushimin një dështim nga Netanyahu. Sipas The Guardian, realiteti është se Netanyahu rrezikoi gjithçka në luftë dhe duke dështuar të sigurojë rënien e regjimit teokratik, sekuestrimin e rezervave të uraniumit të pasuruar shumë të Teheranit ose një dobësim të konsiderueshëm të shtetit, ai ka dëmtuar pozicionin ndërkombëtar të Izraelit, i cili tashmë ishte dëmtuar rënd nga veprimet e tij në Gaza. Nga ana tjetër, sipas raportit, në fushën e sigurisë, pavarësisht pretendimeve të Trump, forca e gardës revolucionare është forcuar pasi Teherani ka arritur, të paktën për momentin, objektivin e tij kryesor, mbjetesën e një sulmi një mujor nga 2 prej ushtrive më të fuqishme në botë. Sulmet kanë lënë një regjim të plagosur, por ende të paprekur, me asete të konsiderueshme ushtarake, i cili ka të ngjarë të kërkojë riarmatim të shpejtë, ndërsa kërkon mundësi për akmarrje. Këmbgulja e Netanyahut për të vazhduar sulmet në Libanin jugor, gjithashtu duket arrogante, duke pasur parasysh se qëllimi i deklaruar i Izraelit për të krijuar një zonë të re sigurie e sjell atë në konflikt të drejtpërdrejt me Hezbollahun, i cili ka provuar veten të jetë veçanërisht i aftë të luftojë në tokën e vet. Pasojat publike dhe diplomatike mund të jenë edhe më serioze. Në SBA në veçanti, konsensusi politik që ka ekzistuar që nga vitet 1960 duket se po shembet. Roli i Izraelit në shtyrjen e Trump në luftë me Iranin është kritikuar si nga progresistët, ashtu edhe nga lëvizja ekstremit të djathtë MAGA, ndërsa mbështetja e përgjithshme për Izraelin është në nivelin më të ulët historik edhe midis votuesve hebrejnë. Ka edhe pasoja politike të brendshme për Netanyahu në një vit zgjedhor në Izrael, në vend që të transformojë situatën e sigurisë së vendit. Ai po del nga lufta pa arritur asnjë nga qëllimet e tij kryesore. Udhëheqësi suprem i Iranit Ali Khamenei mund të ketë vdekur, por ai është pasuar nga djali i tij Linjës së Ashpër. Në vend që të mbyll çështjen bërthamore, plani 10 pikësh i Teheranit që Trump e ka përshkruar si bazë për negociata, duket se përfshin pranimin e të drejtës së Iranit për pasuruar uranium, diçka që ai vetë ka mohuar. Për momentin bisedimet SBA-Iran duken më shumë si kuadri i marrëveshjes bërthamore të Barack Obamës, të cilën Netanyahu kërkoi ta minonte edhe nga e cila Trump u tërhoq, sesa një realitet i ri. Për disa, si analisti ushtarak i Haaretz, Amos Harel, dështimi ishte i integruar në planet e Netanyahut. Nuk kaloi pa u vënë re që pasi siguroi luftën që kërkoi dhe pa atë të dështonte, Netanyahu nuk ka gjasa të ketë përsëri një mundësi të tillë me mbështetjen amerikane.